Mojses, top në zonë. Një mundësi, ka goditur, dhe ekipit Tërmonit ka kaluar në avantazh. Është pikërisht Zëre i cili ka shënuar dhe ekipi Tërmonit ka kaluar në avantazh ku kanë mbetur akoma dhe rreth 10 minuta deri në përfundim të pjesës së dytë dhe krejt takimit. Ishte Mojses atje që nisi një top mjaft të bukur dhe Zëre e shfryzoi këtë mundësi duke shënuar golin e parë për ekipin e Tërmonit. Pritet dhe fërshëllima kryesorit i cili ka ndryrë duke sinjalizuar përfundimin e 90 minutave të dyta dhe të krejt takimit dhe të kohës shtesë, ndeshje e cila ka përfunduar me rezultatin 1-0 për ekipin e Tërmonit me gol të shënuar nga Zera. Me këtë gol, të mundësi 3 pikësh, ekipi Tërmonit ka lënë i sigurt drejt play-offit. Profesor, një ndeshje bukur, një ndeshje me sulme dhe kundër sulme dhe më në fund u arrit fitoria. Sot ju shkuat edhe realizuat ëndrrën tuaj drejt play-offit. Si e pat ndeshjen dhe çfarë vlerësimi keni për lojtarët, po sigurisht dhe si e prisni ndeshjen e radhës? Unë duhet të falenderoj lojtarët për fitoren e sotme, sepse sot vetëm fitoria na mbante në vendin e 5 dhe siç e dini, me gjithë sakrificat në fazën e parë, me shumë probleme, arritëm që fazën e dytë marrëshim po thoj maksimumin e pikëve dhe të realizoshim këtë objektiv që ishte vënë në fillim nga kryetari i bashkisë. Unë përgëzoj gjithë djemt sepse fusha nuk ishte në nivelin e duhur. Normalisht ne jemi një ekip që stërvitemi në sintetik dhe duhet pa dhe vetë e raste që ne krijuam dhe shpërdoruam ishte për pamundësitë të fushës. Ndeshja e radhës sigurisht është një ndeshje vështirë. Objektivi kryesor. Ne kemi ndeshjen me ekipin e Sopotit, ne nuk kemi çfarë humbasim, do të luajmë për kualifikim. Unë kam besim të djemt që do ja dalim. Faleminderit, suksesi.